Një vrasje ndodhur pak pas mesnate në zonën e Tepelenës, tashmë është mbushur plot mister. Biznesmeni italian Edoardo Sarci u gjeti pa jetë rreth orës 00:30 27 shtator në fshatin Salari të Tepelenës. Një person ka qelluar me automatik teksa është shkëmbyer me automjetin që udhëtonte 44 vjeçari, i cili kishte dalë për gjah. Në fillim ai ka qelluar në drejtim të gomave dhe më pas në drejtim të 44 vjeçarit, i cili ka qenë duke lëvizur nga drejtimi verior në aksin rural Nivic-Salari. 44 vjeçari jetonte prej 20 vitesh në Tiranë dhe rezulton pronari fabrikës së tullave Tegola Edil Centro në kryeqytet. Pranë trupit të pajetë të viktimës është gjetur edhe automjeti i tij. Fillimisht u raportua se ai shoqërohej nga persona të tjerë, por sipas informacioneve, në momentin kur u zbulua ngjarja, trupi ishte vetëm. Ende nuk dihen rrethanat e sakta të ngjarjes, por mësohet se policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar, ndërsa 3 persona janë shoqëruar në polici. Edoardo Sarci rezulton të ketë qenë frekuentues i rregullt i zonës së Tepelenës për qëllime gjuetie edhe mbrëmjen e së premtes. Dyshohet se ai kishte udhëtuar drejt fshatit Salari për gjah, por ajo çfarë ngre më shumë dyshimet është se nga raportimet e para u bë me dije se në automjet me viktimën kanë qenë edhe disa miq të tij, se askush nuk u gjend në vendngjarje nëse viktima ishte i shoqëruar.